Kontrolli I fluturimeve në aeroportin e Shkupit u bë me sistem të ri për menaxhimin e trafikut ajror. Sipas drejtorit të navigacionit të Maqedonisë, Vladimir Isteski, vënia në përdorim e sistemit të ri është me rëndësi të madhe për EMNAV dhe me të nuk fitohet vetëm teknologji e re, por krijohet një bazë e qëndrueshme dhe moderne mbi të cilën duhet të zhvillohet I gjithë sistemi I navigacionit ajror. Со новиот ATM систем пред се ја стабилизираме EMNAV како давател на услуги во воздухопловната навигација и обезбедуваме повисоко ниво на сигурност, континуитет во давање на услугите, а ова е особено важно во период кога воздушниот сообраќај низ македонскиот воздушен простор бележи енормен пораст. Ministri I Transportit Nikolovski theksoi si ky është një sistem që ka histori të gjatë dhe është përcjell nga skandale. Prokurimi kishte filluar që në vitin 2014, ndërsa kontrata ishte lidhur në vitin 2018 me kompaninë italiane Leonardo. Deri në vitin 2024 nuk ishte pasur asnjë aktivitet, ndërsa me rastin ishin marrë organet hetimore. Ai thotë se ngjashëm është edhe historia me radarin, për të cilin kontrata për herë të parë ishte nënshkruar në vitin 2022 dhe deri në vitin 2024 nuk ishte pasur asnjë aktivitet. Новиот радар веќе е на контролната кула и во моментов се вршат потребните тестирања. Во текот на септември или октомври месец ќе биде целосно ставено во функција, со што македонското небо ќе има највисок систем на контрола и највисок систем на безбедност. Со воведувањето на овие два системи, ATM системот и новиот радар, целосно го покриваме македонското небо на највисоко ниво што во моментов во светот може да се најде на контрола и на безбедност. Sipas Nikolovskit, sistemi I ri ATM është veçanërisht I rëndësishëm për shkak të rritjes së numrit të fluturimeve mbi hapësirën ajrore të Maqedonisë.